Përshëndetje miq të Citizens, jemi bashkë me këtë podcast Zëra dhe pyetja që më bëhet para këtij podcasti është çfarë ka ndodhur një gjë interesante për mua në këtë muaj. Ka patur shumë ngjarje edhe pse një muaj i shkurtër me datë kalendarike, ka patur shumë zhvillime, por unë do të veçoja një nga shumë që ka ndodhur, bëhet fjalë për ngjarjen të paktën që e kemi ndjekur vazhdimisht, takimet për Sazanin, për resortin e madh dhe të shumë pritur nga sidomos nga politika. Dhe mendoj që ishte një ngjarje interesante në sensin që pas shumë takimesh në janar që u shoqëruan edhe me kryeministrin Edi Rama, ne ndoqëm vazhdimisht me kërkesa për informim dhe nxorëm në pa gjithë dinamikën e projektit që është propozuar. Thënë këtë, tani do të vijojmë me temat e përgjithshme që kemi patur. Përshëndetje Orima për emision. Me rëndësi diplomatike, po me rëndësi në territori ndoshta ka pas dhe ngjarje tjera. Po, shumë. Unë veçova vetëm atë që më ka përfshirë mua, në fakt, por shkurti i shkurtër, po me shumë ngjarje. Po, dhe një nga ngjarjet që ka patur shumë diskutim redaksin ton, ka qenë linçimi i aktivistëve të Zallxhoçait, bëhet fjalë për banorët që jetojnë atje që kanë patur protesta të vazhdueshme, por për këtë do na flas Erisa që e kanë ndjekur vazhdimisht edhe aktivizmin e tyre, por dhe situatat që i kanë paraprirë kësaj ngjarje të fundit. Në fakt me sa duket nga takimet edhe bisedat që kam pasur dhe me aktivistët e Zallxhoçait, ajo çfarë më thanë është që ne na pushuan këtë linçimin në thojza në gjykatë, që ata i çuan për shpifje më herët në gjykatën e Lezhës dhe tani po e vijojnë këtë gjë sërish online. Ajo çfarë ndodhi realisht është që në fillim të shkurtit, rreth datës 3 dhe 5, ne vëmë re që kishte një faqe online në Facebook dhe më pas ishte hapur në Instagram me emrin Zallxhoçaj dhe ajo çfarë publikohej aty, në ndryshim nga rastet e tjera të faqeve që ekzistojnë në Facebook, që janë me emrin Zallxhoçaj, ku flitet për aktivizmin e banorëve që janë atje për çështjen e heceve dhe që praktikisht kanë qenë kundër ndërtimit të heceve dhe impaktit që ka pasur për mjedisin. Kjo faqe e re në fakt linçonte banorët për gjithë aktivizmin që kishin bërë, duke thënë se ata në fakt ishin të paguar për gjithçka po bënin, se ky hidrocentral, këto projekte madhore të energjetike në fakt kanë qenë mjaft pozitive dhe dobipruese për jetesën aty të banorëve, por dhe infrastrukturën e fshatit. Vëmë re që ndërvepronte ngushtë edhe me faqe të tjera, pra përpos se ishte një faqe e hapur rishtazi, përpos se ishte një faqe që nuk ishte shumë miq në rrethin e saj që e ndiqnin, po themi shpërndarja ose shikueshmëria e këtyre videove ishte e madhe, shkonin diku nga 9 deri në 30.000 shikime dhe kjo na ninte të kuptonte që ka pasur sponsorizime. Edhe pse nuk arrinin dot të targetuar kjo fushatë. Duket si një sulm i targetuar kundrejt gjithë narrativës së mbrojtjes që kanë pasur edhe banorët edhe kundër, po them, këtë narrativën kundër ndërtimit të heceve. Ideja përgjithshme është shqyrë që erdhi hidrocentrali dhe tani problemet e zonës kanë përfunduar. Thuhej në gjithë narrativën paktën që ishin me video dhe duke edhe kjo që kishte një person pas që merrte vesh nga editimi, nga mënyra se si funksiononte Facebooku, rrjetet sociale, pra për ta shpërndar këtë informacion, dhe ajo çfarë thuhej në këtë gjithë të informacion të shpërndar, ishte fakti që hecet janë një mirë, me ardhen e heceve janë shtruar rrugë, ju nuk keni pasur rrugë, keni sistemin e kanalizimeve, keni ujë, keni drita që nuk i keni pasur, kështu që duhet jeni shumë falënderues në fakt kundrejt këtyre investimeve, sesa ti kundërshtoni dhe të bëni këtë situatën që ka gjithë këto vite tani më që është kundër. Mendoj që ky është një këndvështrim, domethënë kjo gjë mund të jetë e vërtet, po nëse është e vërtet, a nuk duhet jenë vërtet dhe njerëzit që e thonë? Pra mua më bën shumë përshtypje anonimati. Rati pse e paketon si flet trofe këtë gjën dhe e lë aty në rrjetet sociale, nëse ti përfaqëson banorët, a mund të thuash cili banori ose cili grup banorësh, pse kjo droje për të mbrojtur diçka që konsiderohet e ligjshme dhe e mira e madhe e zonës. Dhe në fakt ata e vijuan edhe në Instagram këtë gjë, pavarësisht se nuk kanë asnjë lloj ndjekësi. Në fakt kjo lloj, domethënë, ky anonimitet që shoqëroi këtë faqe në Facebook, po dhe në Instagram më pas, vije re se thoej që shiko, un jam pjesë e komunitetit, un jam banore dhe shumicën e tyre banorëve që dalin dhe protestojnë në fakt nuk jetojnë këtu, pra kjo ishte një tjetër narrativ. Po ishte një përkatësi që donte të jepte më shumë për medalja atje dhe më thënë un jam ky banor, un kam këtë legjitimitet edhe do ta kundërshtoj këtë gjë. Tani për këto temat
për këto temat. Ajo çfarë bëm ne kontaktuam edhe përfaqësues, ne për të qenë korrekt dhe për të qenë le të themi për t'i dhënë të dyja palëve hapësirën e duhur, kontaktuam dhe administratorin e kompanisë Seka Hydropower, i cili ka ndërtuar, po themi tani më hidrocentralin aty, Bardyl Muçekun, për të marrë një koment, për ta pyetur nëse ishte në dieni se kush qëndronte pas këtyre faqeve. Dhe sigurisht që ai e mohoi këtë gjë, mirë po gjithë mohimi erdhi pas një lum akuzash dhe pakënaqësisë ndaj nesh si media, si citizens, për faktin që kemi qenë shumë të njanshëm në raportimin e çështjes së Zall Gjoçajt, po edhe në çështje të tjera mjedisore që ne. Dhe më takon të them që është një vlerësim maksimal nga unë për Ericën që mbajti qëndrim shumë korrekt dhe këmbguli që të merrte të paktën një opinion nga zotria për atë çka po ngjante. Tani unë për çështjen quhet e njëanshme, pra të quhesh e njëanshme gjatë përpjekjes për qenë i paanshëm. Do vim edhe atë. Ja dërgove se më çfarë shndrojmë si redaksion që ta lexonte. Na njëjtë shumë mirë, po thjesht kishte këtë merakun që pse nuk ishim në të njëjtin atë versio, Mbase shumë i përfshirë. Unë kam përgatitur nga një intervistë për secilën nga çështjet që ne do trajtojmë dhe kam quajtur intervista ime për ty. Wow. Intervista ime për ty, Erisa Kryeziu, në lidhje me hidrocentralet në Zall Gjoçaj dhe pretendimet e ngritura nga telefonata në fjalë. Si janë alternativa? Po, janë 3 alternativa, por secilës pyetje, jo, nuk lejohet, secilës pyetje duhet i përgjigjesh vetëm me alternativën në fjalë dhe mund të lejohet një koment shumë i shkurtër, sepse herti na ka vënë një kronometër aty dhe duhet të shkrim shumë. Mund të shikoj unë aty se nuk mbaj mend. Do ta them unë fiks atë gjë. Herti lëshoje bazën. Tani, këto janë shprehje specifike të njëanshme dhe ne thjesht do i thyejmë ose jo ose do japim të drejtë. Pyetja e parë. Banorët nuk e kuptojnë projektin, prandaj protestojnë. Është fakt i diskutueshëm apo keq informim? Sipas teje. Duhet të argumentoj apo? Jo, mund të japësh një koment shkurtër nëse do. Nëse për hidrocentralin në Zall Gjoçaj dhe situatën e banorëve pra atje. Në fakt banorët janë shumë të informuar sepse kanë prej vitit 2018-2019 që protestojnë për këtë dhe për shkak sepse kanë pasur përreth vetes aktivistë dhe ekspertë mjedisi, kanë qenë përposte me dëshirën për të kuptuar gjithë situatën edhe ju është dhënë informacion më së i nevojshëm për të gjithë pasojat që mund të kishte. Pra kanë marrë mjaftueshëm informacion për çështjen. Plus që ata janë banorë dhe pasojat janë direkt tek ata, kështu që. Kjo është një tjetër. Pjesa më e madhe e protestuesve nuk janë banorë të zonës. Fakt i diskutueshëm apo keq informim? Domethënë, mund ta lë të i diskutueshëm, po do jap një argument. Është gjithmonë ky diskutimi që nuk janë banorë të zonës dhe këta janë kapur veçanërisht me disa persona dhe me ndrimin e emrave që kanë pasur etj. Ajo çfarë ndodh është që njerëzit lëvizin, edhe kjo nuk do të thotë që ti nuk ke përkatësi mbi pronën që ke pasur. Pra nëse ti ke jetuar në pra është përngulur në Tiranë, po aty ka prap pronën. Po, por ajo është prona jote dhe ti mund të rikthehesh sërish në të ardhmen. Megjithatë, shumica dërmuese aty janë banorë të zonës që jetojnë me. Pra je ke i diskutuar. Një gjë ty mund të interesoj një lum edhe natyra e një vendi. Dhe që si e far banor. Dhe nëse se ke problemin komshi. Po, e drejtë, edhe kjo që thotë Elira, këtij vendi dhe më interesojnë burimet. Nuk të pengon shkosh protestosh apo. Madje unë mendoj që nëse unë jetoj në Tiranë dhe akoma e mbaj si investim atë pronë që ndërkohë mund ta kisha shitur dhe mund ta kisha sjell investimin në Tiranë, unë do isha dy fish më ndjeshëm ndaj diçkaje që unë po vazhdoj ta mbroj edhe pse në distancë. Dhe kjo nuk është argument. Vjem se kemi shumë pyetje. Investitorët që do investojnë diku duhet të kenë pasaportizimin në atë qytet që investojnë, pse nuk është e kundërta. Ndërkohë, e fundit, për të mos thënë që tani më ka shumë shtete të cilat po luftojnë për t'i dhënë ujit një, po themi, jo vetëm rëndësi, por edhe status juridik të qenurit një njeri. Pra, një njeri në thojza në kuptimin me të drejta të plota për të mos e prekur atë, për shkak të shumëllëshmërisë. Pyetja 3. Janë 10, Okay. Banorët manipulohen nga organizata që nuk e duan zhvillimin e zonës. Fakt i diskutueshëm keq informim, nuk po jap argument se flet vet. Media ka mbajtur anën e aktivistëve. Fakt i diskutueshëm keq informim. Cilat media? Po e themi keq informim pra, që nuk është e vërtetë. Kompania nuk është kontaktuar kurrë nga media për këtë çështje. Fakt i diskutueshëm keq informim. Ne në fakt e kemi kontaktuar qysh për fillimin që kemi raportuar dhe këtë e them me bindje të plot sepse më herët e ka kontaktuar kolegja që kemi pasur Antonella Andrevate, duke qenë se ajo është marr fillimisht me çështjen dhe më pas e kam ndjekur unë. Qysh në fillimet që ne kemi filluar të raportojmë për çështjen e Zall Gjoçaj, duke qenë në çadra që ata kanë krijuar, duke shkuar dhe duke jetuar atje me ta për disa ditë, duke fjetur dhe vetë në stan atje që kanë shumë banorë që kanë stane të larta, nuk
kanë akses tek uji. Pra të gjitha këto janë bërë nga një ram, po nga ana tjetër edhe është kontaktuar qysh për fillimit kompania, cilat janë arsyet pra Për të thënë versionin e saj, e kuptoj. Dhe në vijim, duke qenë se kompania ka pasur qasjen e vet, ne sigurisht që nuk mund të amplifikojmë Dakor, vazhdojmë pyetjen e 6 sepse ka mundësi për të thënë. Hidrocentrali nuk është në zonë mbrojtur, kështu që nuk ka asnjë problem. Fakt i diskutueshëm keq informim. I diskutueshëm keq informim ka qenë pjesë e parkut kombëtar. Pra ka ndryshuar me ligje. Lur Malidejes dhe për shkak të ligjeve pastaj dhe vendimeve të qeverisë është ndryshuar siç ndodh shumica e gjërave këtu sa i takon aspektit. Hidrocentrali sjell vetëm zhvillim për zonën. Fakt i diskutueshëm keq informim. Keq informim. Hidrocentrali u ka sjell banorëve punë, rrugë dhe ujë të pijshëm. Fakt i diskutueshëm keq informim. Nga ana e kontratës, kështu që ky është minimumi. Okej. Hidrocentrali ka devijuar dhe paksuar rrjedhën e ujrave. Fakt i diskutueshëm keq informim. Ka devijuar është fakt. Po. Banorët po shpifin dhe do të ketë paditë të tjera ligjore ndaj tyre. Qasje normale, reagim ndaj kritikave apo intimidim publik. Është intimidim publik, patjetër. Okej. Ata e kanë bërë këtë. Ky ishte pyetësori im për ty Erisa Krezliu. Wow, që ka shumë i shpejt. Dhe mendoj që pak a shumë i cekëm në një mënyrë më dinamike. Kur dalin E vendos publiku. Votoni miq, votoni. Mendoj se me këtë mënyrë dinamike i cekëm pak a shumë sa aspekte të asaj që kishim në rastin e Zall Xhoxhait, por duhet të thënë që ajo çështje vijoi më tej, duke patur në një farë mënyrë një lloj linçimi edhe ndaj nesh si redaksi, pasi faqja më fjalë shigjetoi ose për të thënë na adresoi edhe neve në këtë lloj fushate. Kjo e adreson tani diskutimin tek Lorini për të qenë edhe më konkret edhe në aspektin editorial, pasi nëse na ndihmon Erisa, ka patur një koment në vazhdim ndaj nesh pas raportimit që bëm pra. Një video tërësisht e dedikuar, u mor artikulli që ne kishim publikuar, u shkëputën fragmente dhe u vendosën me shumë interesante. Për temën që na dedikoi material. Një ndërtoj ishte. Është pak romantike si gjë. Portali në fjalë duhet në fillim të verifikojë deklaratat e luftar në thojza Dimitër Kolecit dhe të shohë si ka qenë zona më parë dhe si është tani dhe sa të mira kemi përfituar ne si banor. Një tjetër gjë, një portal që pretendon se bën gazetari është rreshtuar hapur në krah të një grupi që përmes shkrimeve të njëanshme sulmon hecet që prej shumë vitesh kanë siguruar rrugë, ujë dhe energji për banorët e Zall Xhoxhait dhe të Lufajt. Okej. Nuk është detyrim edhe këto dhe pastaj bëj një koment përgjithshëm se edhe ti ke një pyetësor, kështu që të rregulloj rrugët mes fshatrave, por nuk kuptoj pse duhet t'i sulmojnë pa të drejtë kur ata na ndihmojnë. Askujt nuk kanë marrë ujin se ka shkujt gabim, veç na e kanë sjell shtëpi më shtëpi. Gazetarët e portalit ashtu si Dimitër Luftar Koleci jetojnë mes të mirash në Tiranë. Po ne si t'ja bëjmë? Po ne që s'kemi ujë as Tiranë. Flitet shumë për zonë të mbrojtur dhe me këtë pretekst është krijuar dhe mbrojtja, po themi faqja në Facebook mbroj parkun Zall Xhoxhaj, por nga kush po e mbron? Asnjë centimetër i veprave të hecave nuk ndodhet në zonë të mbrojtur, është si vijim edhe pyetjeve që ti sapo kisha bërë. Asnjë. Atëherë, pse vazhdon të abuzohet pafund mbi këtë pretendim? Përpos të tirave ne ishim edhe media e paguajtur nga Sorosi. E mbyll me këtë? Edhe kërkonte edhe transparencë financiare. Do i kemi mundësinë ke pyetësori një koment përgjithshëm. Është shumë interesante, më pëlqen shumë si reagim. Është pra në banalitetin e vet është një sulm i lezetshëm do thoja unë. Patjetër që unë para punës nuk më pëlqen kur na quajnë portal. Portal është pak pejorative dhe fjalë të tjera. Po, mund ta ne jemi portal. Po ky portali në fakt i respekton disa standarde, i ka shpenzuar disa impulse telefoni për t'ju kontaktuar dhe për të marrë anën tjetër. Portali është shumë transparent, pra ndjek standardet më të larta transparencës perëndimore, as të Zall Xhoxhait, as të Shqipërisë, dhe kur transparenca kërkohet nga faqe anonime, që janë nuk po i quaj as trollsa, se trollsat janë më të sofistikuar, pra këta janë të paguar për të bërë keq, do thoja unë, sepse nëse nuk do bënin keq, do denjonin që të vendosnin identitetin dhe fytyrën e vet, pra kështë këtu fillon respekti për atë që bën. Ne shkruajmë emër, ne kemi adresë, ne kemi transparencë në çdo gjë që bëjmë dhe nuk fshihemi as pas tastierës, as pas anonimatit, as pas faqeve, madje përpiqemi të balancojmë edhe t'ju
kërkojmë edhe anën tuaj pavarësisht se mendojmë që po bëni gabim. Dhe nëse do të përfaqësonit me vërtet banorët do ishin aty me ju, nuk do ishin përpara mikrofonit tonë. Thën këtë. Intervista ime për ty, Lorin Kadiu, në lidhje me qasjen editoriale të Shumë Citizens emocionuar, shumë emocionuar. dhe raportimin për komunitetet në konflikt. Po I quajmë kështu. Atëherë njëjta gjë si pyetësorin e parë, erdhi I lëshoi bazën. To janë konstatimet përgjithshme nga pala tjetër, po I quajmë pala tjetër, dhe neve thjesht do themi me 3 alternativa ku qëndron. Kompanitë dhe investitorët e mëdhenj kanë akses të madh në media, sidomos në media tradicionale. Fakt I diskutueshëm, keq informim. Unë mendoj që është fakt, edhe lidhet me, pra nuk ka nevojë të shkojmë më larg se sa të shikojmë panoramën. Janë 4 familje që kontrollojnë median mainstream Shqipëri dhe rastisin që të gjitha këto familje kanë një konglomerat biznesesh që praktikisht po shfrytëzon burimet. E drejt. Atëherë, thënë këtë, banorët e zonave rurale nuk kanë hapësirë të njëjtë mediatike dhe versioni I tyre I historisë kalon pa u dëgjuar. Fakt I diskutueshëm, keq informim. Fakt, mund të jetë I diskutueshëm me raste shumë të vogla përjashtimore, po në normë është fakt. Pra nuk mundet dikush që është në kushte konflikti interesi, që media e vet po zhvillon një projekt dhe do flasim edhe për një rast nga ai projekt të raportojnë në mënyrë të balancuar. Dhe pozicioni jonë shumë raste është pikërisht nëpërmjet këtyre aktorëve të pabarabartë të përpiqemi të bëjmë Ka një tentativë për të raportuar, po nga shumë pak media, në cilat jemi dhe ne. Pra jo media tradicionale përgjithsisht. Të japësh zë qytetarëve do të thotë të jesh kundër zhvillimit. Fakt I diskutueshëm apo keq informim. Nuk besoj që edhe këto faqet anonime janë kundër kësaj pyetje. Më pëlqen shumë pyetja se është shumë sugjestive. Si të përgjigjesh. Kur komunitetet kundërshtojnë një projekt madhor, pra strategjik po themi, historia duhet parë përtej deklaratave të tyre, qasje editoriale, diskutueshme apo narrativ prej aktivisti. Unë mendoj që kjo vlen, domethënë, dhe është zgjedhje, pra mund të jetë narrativ prej aktivisti. Dhe nuk ka asgjë të keqe të jetë narrativ prej aktivisti, ka ca standarde që duhen respektuar. Edhe në gazetarisë, sado që ti të empatizosh me një çështje dhe komunitet të caktuar, po ne nuk po flasim këtu për shkenca eksakte që 1+1 bën 2 dhe nuk ka asnjë teori tjetër. Pas secili rast duhet gjykuar në atë që është totaliteti I vet. Dhe sjellja jon, pavarësisht se ka një vijë teorike, ideologjike, parimore nga mbrapa, është një qasje editoriale që I përshtatet konteksteve ku jeton. Ne nuk jemi të shkëputur. Nuk jemi nga këta gazetarë që kemi këtë librin, këto janë 5 nenet e rregullave të kodit ton të etikës dhe ne do të zbatojmë në mënyrë të verbër këtë kodin. Se ky vend, edhe kjo lojë dhe kjo hapësirë publike nuk funksionon kështu, është shumë e pabarabartë. Kur një histori sulmohet nga një faqe anonime, redaksia duhet ndryshoj qasjen editoriale? Pra, e shmangim të presion? Po, varet nga rasti apo I qëndrojmë gjithmonë fakteve. Pra nuk lëshojmë pe. Mendoj që maksimumi që kjo të bën është një motivim më shumë, pra ti sulmohesh kur ajo që bën ka ndikim. Dhe patjetër që ne nuk kemi ndërmend që të tërhiqemi nga kjo formë intimidimi, edhe nga asnjë formë intimidimi, dhe madje do I sugjeroja që të sofistikoheshin pak në format intimidimi, se këto nuk na gudulisin shumë. Atëherë, një media jo fitimprurse që mbështetet nga projektet ndërkombëtare, është automatikisht e njëanshme? Pra është fakt I diskutueshëm apo e gabuar? Sepse është ky stereotipi, s'duam neve. Është e diskutueshme, pra një media që ka këtë model biznesi që kemi ne ka prioritete. Kjo nuk do të thotë që ti duke pas disa prioritete raportimi, që për fat mirë ne I kemi vendos vet, nuk ka ardhur njëri me parashut që të na I vendos. Jemi shumë të hapur për këtë, pra ne prioritetet tona të raportimit dhe qasjet tona editoriale mund ta gjeni citizens.al/kush jemi, citizens.al/çfarë besojmë. Pra
her pas here ne e ribëjmë, e ripostojmë këtë material edhe në rrjetet sociale, aty ku njerëzit mund ta gjejnë më kollaj, por kush kërkon e gjen shumë lehtë. Bëjmë dhe update vazhdimisht, për shembull siç ishte rasti i partive të reja, në raportim në politikë kemi bërë një qendrim. Kemi një notë Po, editoriale. një diskutim të qendrimit. Ajo që mund të themun me një lloj pastërtie dhe bindje është që nuk kemi konflikt interesi ne me asgjë. Pra nuk jemi në kushtet ku për fat keq shumë nga mediat edhe që duan të bëjnë atë balancën tonë dhe të na vendosin në pozita kështu denigrimi dhe krahasuse. Po zgjatemi. Kemi edhe dy pyetje dhe etiketimi i organizatave dhe mediave si të financuara nga Sorosi, kujdes. Përdoret shpesh për të delegjitimuar raportimet dhe përmbajtjet. A është fakt i diskutueshëm apo është e pavërtetë? S'ka. Pra është fakt që është e pavërtet në shumë raste, që do të thotë ky lloj etiketimi i mshon një konspiracioni, një armik i shpikur dhe në fund fare ti nuk mund të ndalosh një shoqëri që të shpik armiqtë e vet, po nëse do të analizosh në mënyrë pak logjike, do duhet të themi kujt i shërben kjo gjë. Pra nëse ne krijojmë këtë konspiracion dhe themi që kushdo që kritikon është i paguar, i financuar dhe kritika vjen për shkak se është i paguar, çfarë do ndodh? Nuk do kemi më kritik. Kjo është e mirë apo e keqe? Nëse të gjithë veprojmë në kushte konflikti interesi, që do mbrojmë interesat e një X firme, një X ndërtuesi etj, pse kjo që ka ndryshme nga gjithë rastet e tjera. Pse është e nershme të financohesh nga ndërtuesi dhe të vendosësh gjoba? Pyetja fundit që mund të kesh prapë mundësi për komente edhe të gjerë. A ka ndodhur ndonjëherë të mos publikohet një histori për shkak të presionit? Po, ka ndryshuar disi qasja, por jo raportimi, asnjëherë. Kjo është i përgjigje që nuk do ta japun. Ne jemi gjithë bashkë këtu. Dhe secili nga ne ka një gjë për të thënë këtu. Dhe nëse dikush ka pas një histori që nuk është publikuar për shkak presionit, ja ku është kamera, feel free to. Pra nuk kam nevojë ta jap këtë. Na vure presion. Jo, nuk është fare. Është shumë thjesht. Unë nuk e mbaj mend këtë ndodhur, por nëse dikush është ndjerë që kjo gjëja ka ndodhur, nuk ka ndodhur, megjithëse ne jemi përfshirë patjetër në diskutime të herpashershme për tema të caktuara. Pra në momentin që kemi pasur një rast të tillë që na kanë ardhur dhe na kanë thënë pse po e bëni këtë etj, sigurisht që gjithë redaksia është përfshirë në një diskutim të gjë për të rikthyer edhe një herë çfarë besojmë dhe ku duam të shkojmë. Po absolutisht nuk ka ndikuar ta publikojmë materialin dhe jo të madje është përforcuar qasja në aspektin që ai kemi marrë gjitha palët, kemi një gjë që na mund. Po pra, e ke vënë në analizë pra. Çfarë po publikojmë, po absolutisht për të ndryshuar. Në pikpamjen time gjithsesi. Atëherë, në përfundim të intervistës për Lorinën tani do të vazhdojmë me një çështje tjetër që kishte gjithashtu vëmendje shumë të madhe në aspektin redaksional nga ana jon. Bëhet fjalë për një projekt në Pogradec, quajtur Pogradec Marina, nëse jam i saktë. Këtë projekt e ka ndjekur Elira. 2-3 fjalë përgjithshme sepse kam një pyetësor dhe për ty për këtë gjë. Përpara se të nisësh me pyetësorin, besoj se do kemi mundësi t'i shpjegojmë disa detaje gjatë pyetësorit. Mua personalisht ajo gjëja që më ka bërë të ndihem mirë deri diku është fakti se nuk është hera e parë që ndodh, kanë ndodhur herë tjera, por kanë qenë vetë një grup qytetarësh, të cilët kanë krijuar një grupim online për të nisur rezistencën ndaj këtij projekti. Edhe grupimi është quajtur Stop Kullave në Pogradec, dhe është një grupim i cili na kontaktoi vetë nëpërmjet rrjeteve sociale për të na pyetur nëse kishim mundësi për të raportuar dhe për të ndjekur çështjen. Kjo tregon edhe një rrugtim dhe mirëbesim që ne kemi krijuar për grupime ndryshme të qyteteve ndryshme, jo vetëm në Tiranë, të cilët kur kanë një lloj rezistence dhe nuk gjejnë zë, siç e përmendëm edhe më përpara në media tradicionale, kanë krijuar idenë dhe përshtypjen për shkak të raportimeve më përparshme që media jon do t'i raportoj, po në formë të drejtë dhe dinjitoze. Dhe komunikimi i parë me ta më pas çoi në raportimin e çështjes dhe në kërkesat për informacion, në marrjen dy gjëra që të kanë bërë përshtypje këtu me këtë rast. Para se ta bëj pyetësor. Se 2 dhe jo 3 për shemb. Po,
Me idenë mos vonojmë, kështu ishte ide. Dy gjëra që më kanë bërë përshtypje, por që janë edhe të para në projekte të tjera, si për shembull mund të jetë edhe projekti Blue Borgo që po zhvillohen tani protestat në Velipoj, është se këto projekte përgjithsisht të cilat janë goxha të mëdha në volume, në ndërtime, por edhe nga ana financiare, janë projekte të cilat përgjithsisht qytetarët nuk kanë një konsultim publik për të thënë fjalën e tyre, e marrin vesh nëpërmjet rrjeteve sociale apo ndërmjet postimeve si rasti në fjalë nga investitorë. Dhe përgjithsisht janë projekte që fokusohen në zonat të cilat kanë një rëndësi natyrore dhe janë zonat të cilat kohët e fundit po anashkalohet kjo rëndësi natyrore që kanë për të zëvendësuar me projekte turistike, po. Atëherë, intervista ime për ty Elira Kadriu, në lidhje me projektin Pogradec Marina dhe projektet domethënë përpjekje për të marrë koment nga kompania, sepse edhe kjo pjesë ka qenë urdhër. Bazën. Herë ti lëshoje bazën. Intervista ime për ty Elira Kadriu, në lidhje me projektin Pogradec Marina dhe përpjekjet e tua për të marrë një koment nga kompania, sepse janë shkëluar të pjesë, po, sepse ngjashëm si Erisa edhe Elira ka dashur të ketë opinionet të balancuara dhe ka këmbgulur për të marrë. Kjo është rutinë. Absolutisht, për rastin konkret ishte e zgjatur sepse ishte më shumë se një javë, 2 javë përpjekje. Atëherë, projekti Pogradec Marina do të transformojë qytetin në një destinacion elitar turistik. Fakt i diskutueshëm, keq informim. Sipas teje, domethënë duke parë edhe natyrën e investimit, projektin që është propozuar. Në këndvështrimin tim personal është keq informim, por duke pas parasysh edhe grupime të ndryshme të cilat aderojnë me teorinë se ndërtime të tilla do sjellin edhe një zhvillim, ndërkohë dhe vetë qytetarët thonë që ne nuk jemi kundër zhvillimit, por një zhvillim i cili është në përputhje me karakterin e qytetit mund të jetë i diskutueshëm. Okej, kullat pranë liçenit nuk ndikojnë në mjedis dhe në statusin e UNESCO-s. Fakt i diskutueshëm apo keq informim? Keq informim, sepse vetë UNESCO në sesionet e mëparshme, për shembull në sesionin e tij të 47 në Paris, në një farë forme ka ngritur këmbanat e alarmit për shkak të ndërtimeve të cilat kanë prekur qytetin e Pogradecit dhe i ka bërë thirrje si Shqipërisë ashtu dhe Maqedonisë së Veriut të marrë masat më njëherë për të ruajtur statusin, sepse vetë pjesa e liçenit të Pogradecit ka marrë statusin e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2019. Po, dhe nga ana ne nuk ka ndërtime të larta, duhet ta theksojmë, kështu që kundërshtimet ndaj projektit vijnë vetëm nga një grup i vogël aktivistësh. Nuk është e vërtet, sepse qytetarët tani kanë nisur një peticion i cili është online, po shkon diku rreth 10.000 firma, kështu që nuk mund ta konsiderojmë një grup i vogël. Atëherë, edhe kjo tjetra, shumica qytetarëve mbështesin projektin, kjo është e diskutueshme pra, ose keq informim. Keq informim sepse nuk e mbështesin projektin në fjalë, ato janë shprehur që disa zona aty janë zona private dhe ato kishin ndjeni që do zhvilloheshin, si për shembull zona e cila njihet në Pogradec, zona Oktapodit apo ish hotel turizmi i cili është një ikon si godin për sa i përket qytetit Pogradecit, por kanë menduar gjithmonë që zhvillimi do jetë në përputhshmëri me karakterin e qytetit Pogradecit dhe jo në këtë propozim. Dhe vetë ato që nuk dëshirojnë që Pogradeci të kthehet në një Dubai. Po. Zhvillimi është në përputhje me karakterin e Tiranës. Pak a shumë, po. Dhe jo atë vrull njerëzit që janë. Projekti ka marrë leje ndërtimi. Është fakt i diskutueshëm apo deri tani nuk është shoqëruar me informacion të plot? Është keq informim, por i diskutueshëm për faktin se është depozituar një kërkesë në Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, por vetë AZT na ka komunikuar që është në pritje të firmës së kryeministrit. Pra nuk është zbardhur, pra kështu që edhe nuk ka firmosur. Sapo kryeministri jon të zgjidh konfliktin në Iran, Izrael shërbaj Iran, do besoj që do të gjejë pak kohë. Nuk ka energji për kulla. Nuk shterron energjia për kulla. Ta lëshoj një firmë. Projektet të tilla janë mënyra e vetme se si mund zhvillohet ekonomikisht Pogradeci. Keq informim. Media shpesh e egzageron ndekimin e këtyre projekteve. Ti s'po na thua alternativa. Po jam atje në fakti diskutueshëm keq informim. E egzageron media. Po, kështu thonë. Nëse ne vendosim në parësi të raportimit tonë interesin qytetar, ndoshta egzagerojnë. Okej. Për të marrë një koment nga kompania është e arsyeshme që gazetari të paraqitet fizikisht në zyrë. Qasje normale, diskutueshme apo shmangje informacion?
Ky është një diskutim I cili e kemi kryer edhe në redaksi redaksi. për shkak se shumë ndërtues shpesh na kanë kërkuar që të kemi një takim fizik. Në raste të nevojshme ne I kemi bërë këto takime, ndërkohë që përderisa është punë përjavshme jona, ne mendojmë që në raste saktuara mund siç është dhe shpreha për it could be an email, mund të japin qëndrimin e tyre shumë korrekt edhe në rrugë elektronike dhe nuk ka arsye që të takohemi fizikisht. Për sa kohë kanë të ngritura këto struktura, pra për sa kohë ti ke një zyrë marrëdhënie me publikun, nuk je një kompani e vogël, se po qarkullon miliona euro, unë besoj që këta e kanë kapacitetin për dërguar një email. Absolutisht. Dhe për të theksuar diçka, ndoshta nëse shumë redaksi, shumë materiale, shkrime janë pajmer gazetari, ne jemi gjithë identifikueshëm, kështu që në momentin që unë shkruaj me email dhe ti e shikon profilin tim tek media, Po, kuptohet se kush është puna jote. Se nuk është se ka në një lloj anonimati që ka nevojë të ta krijojë. Pyetja e fundit. Një përpjekje për intimidim, unë do ta quaja. Pra ti nuk ke nevojë të marrësh përgjigje nga një organizëm në formën që do ai të cilit ti I drejtohesh. Pra, Dhe në fakt kjo ishte është si individësh, pra nëse ti merr koment nga një ekspert, patjetër që mund të të kërkoj që ta takosh ballë për ballë. Po, dhe jo Një kompani që ka xhiro miliona eurosh dhe po ndërton një pjesë madhe Shqipërisë, ka një 200 veta në punë. Jo, po dhe ka dhe interesin që të sqarojë pozitën e vet. Dhe pyetja fundit tani lidhur po me këtë lloj ide. Kur një kompani nuk përgjigjet për javë të tëra dhe kërkon në fund një takim personal. Siç ndodhi në rastin Po, është qasje normale, e diskutueshme, po ajo që thotë dhe Lorini shmangë informimi dhe është jo etike dhe jo profesionale, sepse vetë kompania në fjalë duhet të ketë interes të japë pozicionin e saj për një projekt që është kaq I diskutueshëm. Dhe në momentin që nuk mban një qendrim nëpërmjet gazetarëve, ka dhe kompani që e mbajnë në median e tyre personale. Po. për një lidhje. Po, janë dhe sipërmarrës edhe mediatik, në sensin që kanë siç ndodhi në rastin e Blue Borgos, por unë mendoj që gjithmonë komunikimi me gazetarët është shumë I nevojshëm që ti përgjigjesh pyetjeve që unë kam dhe jo pyetjeve që ti dëshiron ti përgjigjesh. Për ta drejtuar pra opinionin. Tani është momenti për një rubrikë që do ta vazhdojmë vazhdimisht me fjalë të tjera. Erisa ka përgatitur të paktën ka nxjerr disa fjalë. Kush janë ato që ne mund në fakt vijojmë fjalorin e gjuhës shqipe dhe si nevojë për të mësuar edhe vetë nga gabimet që I bëjmë, kështu që dhe fjalët që kam përzgjedhur për këtë herë janë të përzgjedhura, po themi, nga raportimet që ne kemi bërë gjatë muajit shkurt, nga media jo, nga Citizens, pra nuk kam kaluar përtej. 450 milion euro projekte të korporatës gati për leje pa transparencë. Pjesë Erblin se nis me ty. Jo, bëjmë. Më shumë se sa huazim apo fjalë huaj është edhe për të gjetur fjalë të përshtatura që janë në shqip pa përdorur fjalë. Që mund t'japin kuptimin më të mirë. Po, edhe pse e di që në përditshmërinë e kemi më kollaj për shkak edhe se na është mësuar vesh dhe I përdorim në vijshmëri, kështu që na janë normalizuar dhe I kemi bërë pjesë po themi të fjalorit tonë të përditshëm, por edhe profesionale të gazetares. Transparencë është tejidukshmëri ose qartësi, hapje, qartësi dhe sinqeritet në veprime, informacione apo vendimarrje. Pra mund të përdornim gati për leje pa qartësi, po themi. Pak të transparencë ose të paqarta. Korporata duhet ketë tejidukshmëri. Tejidukshmëria po është pak nuk I qëndron. Ata janë pak të tejidukshëm, po ti analizosh. Prit se ky shkrimi janë të patejidukshëm. Tit Durrës, rivitalizim apo fshirje e historisë. Besë me rivitalizim. Cila fjalë? Rivitalizim. Rivitalizimi. Rivitalizim ka të bëjë me rijetëzimin. Pra, sjellje në jetë, kthimi I jetës ose dhënie e një jete të re, ringjallje, ripërtëritje, restaurim dhe rijetësim I monumenteve të dëmtuara nga tërmeti. Vitet e fundit është shënuar një rritje në ndërhyrjet për rijetëzime të ndërtesave me vlera historike. Të lutem. Ka marrë edhe vetë tima, se mos dukem kështu një ançme. Tiranë Durrës sërish pa tren, me Kësmet vitin tjetër. Unë fakt nuk e dija që Kësmet shkruaj me e dija me I, Kismet. Ishim në diskutime, po drejtshkrim nga ana drejtshkrimore është me e kemi vënë në thojza sepse e kemi pas në një format figurativ, po themi. Edhe pse fjalori shqip në fakt duke qenë një fjalë huaj, nuk e jepte saktësisht përdorimin sikurse unë e kam pas në konotacion. Kësmet e lidhe më shumë me fat I mirë, fat, lumturi, ky është Kësmeti yt, I doli Kësmeti, shëndet e Kësmet. Është edhe kjo tjetra që ne e përdorim, do takohemi sot,
Po kësmet Me të kismet. shohim ose me Mendoj që kësmet. Ekurudha Të ajo shohim. i ka nevojë për shumë kësmet. Shumë kësmet. Një tjetër shprehje po themi që përdoret është s'është kësmet të haj dervish i lepur, që do thotë për dikë që nuk arrin në kohë të përfitojë nga diçka e mirë që i vjen. Dhe nëse kemi kësmet të ham akoma nga lepri në kuptimin Nuk e shkojmë dot as në Hekurudhës, aeroport, as as në në Durrës, kështu që mbetemi në Tiranë. Po shqyr që shkojmë Edhe në të Korçë. fundit, nëse mundem, duke qenë se e patëm diskutim të mëparshëm, është për artikullin që bën për Zall Gjoçaj, që është që kam bërë pra punë, pas kam marrë 2, janë në rregull. Faqe anonime linçojnë aktivistët e Zall Gjoçaj. Linçim, në fakt ka qenë një diskutim edhe mes se me dhe kush Ervinit, është fjala se që po mund të ta gjenim bëjmë një fjalë, këto? mirë po nga që nuk arritëm dot në kohë, tham okay. Ecim. Linçim është dënim ose sulm i dhunshëm ndaj një personi nga një turm pa proces gjyqësor, zakonisht me pasoja shumë të rënda deri në vdekje, linçimi të pambrojturve, sulm publik, moral apo mediatik kundër dikujt. Fushata ishte një linçim i vërtet mediatik. Kto janë pak a shumë përdorimet që ne kemi. Po pak a shumë aty pas kemi qenë tek ajo fjale. Po, Thjesht na thjesht duhet i ideja fjalë është për ti- titullin, prandaj nuk është se Edhe duke qenë se titulli është i shkurtër, ndonjëherë na merr dhe kjo Se linçimi nxitimi është shumë shkurt, edhe e shënjestron, si Po. kur e vë, ndërkohë nuk në mendoj që- target. e kjo ishte në rastin e kësaj. Po, fjala sulmon nuk është se identifikon. Po, po ta ka rresh nevojë vetëm për një sulm. përshkrim më tej. Tani unë doja një mirë kuptim përderisa dhe koha po ecën, që të vijonim me komentet Fjalën e muaj. Okej. dhe përmes komenteve të thonim dhe gjërat e përgjithshme që lidhen me temat. Për shembull, për protestën e Rriollit, unë kam veçuar një koment që është bërë Në rrjetet sociale. në rrjetet sociale. Materiali që ne kemi bërë fillimisht edhe pas për protestat, dhe një person me emrin Murati, se e kanë dalë me pika aty në mes, po Murati thot, or popull thot, merrni kallashët, se nuk zgjidhen problemet me protesta. Edhe Vijeni intonacioni. zjarrin parlamentit. Tashi du një koment nga ty Elira, domethënë meqense edhe i ke ndjek këto protestat i ke raportuar shpesh, domethënë këtë qasjen e njerëzve që janë frustruar, nuk po gjejnë zgjidhje dhe kërkojnë shpendrit në radikalizëm pra në qasje. Mos janë këto protestuesit e opozitës apo? Sa po shaka. Gjithsesi, qytetar janë dhe ata kështu. Unë mendoj që protesta ka forma të ndryshme. Jam nga ato persone që deri diku e justifikon edhe një protestë që mund të jetë e fortë dhe e dhunshme. Normalisht protesta e Rriollit është një nga ato protesta, gjë për cilën ne kemi komentuar edhe në redaksi dhe për mendimin tim është për të vlerësuar dhe guximi grave që po protestojnë në zonën e Rriollit, gratë cilat zakonisht në protesta ndryshme në zonat periferike nuk është se janë shumë të zëshme dhe të dukshme dhe në këtë rast kanë qenë sipër kamionëve duke u munduar që të ndalin mjetet e punës dhe ka pasur një lloj tensioni shumë të fortë. Besoj se Një përgjigje e Muratit për shembull që duhet të shkojmë te Kallashi apo Murati jo te Kallashi, po mund të shkojë të bashkohet protestave që ai mendon se mund të jetë interesante, hapësirë shumë e vlerë kjo që mos tri duke komentuar thjesht komentues. Nëse një koment tjetër që lidhet me një material që ka punuar Erisa pikërisht për Ekurudhën dhe është një nga komentuesit Tausha, një e trit, si e ka emrin këtu, pa. Duket sikur po bëjmë Ekurudha dhe trena për herë të parë. Pra duket sikur po bëjmë Ekurudha dhe trena për herë të parë. Ne i kishim, po i glabroi Kuçedra. Shkonim në plazh për 40 minuta, zbrisim direkt në Shkozet, na rrofshin makinat. Më duket pak nostalgjik se kujton një periudhë që jo shumë e mirë për të kujtuar, siç ka qenë e diktaturës, por për vetë faktin se kanë qenë vepra publike që janë ndërtuar në atë periudhë dhe njerëzit kanë pasur një qasje tjetër për të lëvizur për shkak edhe se nuk ka pasur shumë automjete të tjera. Po kam përshtypjen ka marrë shkaz nga kjo vijimi viteve që ne kemi thënë që është premtuar kaq herë prej kaq vitesh dhe ende nuk është bërë. Një lloj frustrimi mendoj që të gjithë e kanë sa herë këtu publikohen projekte madhore dhe asnjëherë nuk ruhet afati të cilën përcaktojnë fillimisht. E njëjta gjë është me Ekurudhën, e njëjta gjë ka ndodhur me autostrada të ndryshme, kështu që është vijshmëri e gjithë frustrimit që ne kemi si popull ndaj veprave publike. Nuk është një krim me pas nostalgji për Ekurudhën, për ata që kanë jetuar në atë periudhë, por duhet me kujtuar edhe që vërtet ka pas Ekurudhë, po nuk ekzistonte koncepti i automjetit privat. Po, e vërtet e prandaj ishte tek gjendja ku kemi vetëm Ekurudhën dhe ti nuk ke një makinë te shtëpia mbase e më i zemëruar. Mbase. Tani për mos u nda, një koment që mund t'i adresoj Lorinit. Kemi patur një raportim për zhvillimet e kullave. Dhe Skerdi thot,
i ka ndërtuar kulti sorosian në tokat tona që i zapton dhe i lën bosh për t'i rritë çmimet e banesave dhe qerave. Kanë vajt kacafiu kot, thotë ai. Domethënë ka dhe një qëndrim, domethënë që pse po bëhet kjo për Dhe ekspert. Këto pyetjet me Soros më bën gjithë mua. Është shumë Po shiko, unë mendoj që është e kotë të komentojmë për këtë, se ky lloj konspiracioni këtë kërkon që ti ta komentosh edhe në fund të ditës, nëse njerëzit do mendojnë që ka një kult këtu që ndërton kulla, ata që përfitojnë në këtë rast janë ata që po i ndërtojnë realisht të kulla. Pra, nëse ti e shkëput edhe zemrimin, po dhe llogaridhënien nga institucionet, pra për të ndërtuar një kull ka një rrugë ligjore, duhet marrësh një leje, duhet investosh ca para, duhet i gjesh ato para në mënyrë të lishme dhe në fund fare duhet ta shesësh edhe të marrësh fitimin tënd. Dhe në të gjitha këto hallka ka njerëz me fytyrë dhe me emër dhe unë mendoj që asnjë prej tyre nuk është George Sorosi që marrin pjesë në këtë proces. Dhe ky kulti George Sorosit, me thënë drejtën kur kam diskutuar me njerëz, është përhapur aq fort impakti negativ që ka, sa ka njerëz që thjesht e dinë që është keq apo gabim dhe në të vërtetë nuk e njohin fare si personazh. Të gjejnë një armik. Po, thjesht e keqja e madhe. Kanalizohet llogaridhënia, ore kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit është kryeministri, anëtarët janë ministra, i njohim gjithë. Ata Pra është më e thjeshtë se kaq. Ka një vullnet shumë qartë politik për ta bërë këtë gjë, dhe nuk është kaq okulte. Është shumë e thjeshtë se kaq, pra duhet që në ekonomi këto parat qarkullojnë. Ne e dim shumë mirë kush po i bën. S'ka nevojë të vëmë kuçedra mbi kokë. Po, vërtet. Një tjetër koment, kjo ka të bëjë me raportimin për Pogrades Marina, Elira. Ka komentuar njëri që quhet One of You, thot. Unë s'pa e çoj deri në fund, po. Kashara. Po. Si mund të quhet Marina kur ajo është në liçen? Tani kjo se e diskutuam emrin e ka vendosur kompania Supermars Construction dhe ndoshta mund ta tentoj që ti kontaktoj për një koment, me që ne sa u përgjigjen ndoshta si mund të ishte Lago Pogradec, si kanë qef të këto fjalë Marina tashmë përdoret në projekte që janë shumë pranë Bregdetit, të njëjta gjë po ndodhet edhe në Durrës. Mos na bëjnë një Marina të Lana. Ndoshta ka mundësi. Mos jeti deri se gati janë. Nuk i dihet, kështu që është edhe një koment tjetër që kjo besoj është pozitiv. Një person thot për projektet që kemi ngritur. Po, fix. Lake View është në Tiranë dhe mund të ishte edhe në Pogradec. Mund të jetë Lana View Marina. Lake Pogradec për shembull, thjesht e markaton. Nëse se nuk duhet t'japim ide falas për Supermars. Përveç këtyre pyetjeve, unë shtroj edhe një pyetje tjetër lidhur me projektet e korporatës investimeve, që bëm një material zgjeruar që korporata thotë që janë duke marrë lejet një pjesë e projekteve. A kalojnë këto projekte në Këshillin Bashkiak Tiranës? A marrin lejen e ndërtimit sipas ligjit urbanistikës në Këshillin Kombëtar të Rregullimit të Territorit? Të tilla projekte që kanë impakt në territorin e qytetit duhet të kenë miratimin e organeve zgjedhore me votën e qytetarëve dhe jo të ekzekutivit. Ky është një qëndrim që ka bërë një faqe që quhet Tati Space Center. Shumë saktë, kjo është e kundërta konspiracionit. Pra këtu flasim. Këtu jemi në llogaridhënie, këtu i mbajmë njerëzit përgjegjës, këtu nuk demonizojmë asnjë palë, po kërkojmë llogari për atë që diçka specifike. Dhe ne këtë jemi përpjek ta bëjmë për kohë shumë gjatë. Pra të zbërthesh mekanizmin e ndërdikuar që i injekton këto para dhe i jep hapësirë edhe private dhe publike, ja jep qytetin një grupi ndërtuesish, njerëzit duhet ta dinë si kjo po ndodh. Nëse nuk e din, do përfundojnë duke kriju teori. Konspiracione do përhumben aty tek Sorosi. Dhe nuk do kuptojnë asgjë funditës. Vërtet. Dhe hapësirat tona publike sërish do shfrytëzohen nga palët e treta. Do vazhdoj plani. Mirë, me këtë koment fundit, besoj se i kemi egzageruar. Po fjalën e muajit. Ke 1 minutë kohë për fjalën e muajit. Faleminderit. Tani gjithçka që ne kemi raportuar në Citizens, por edhe në media të tjera padyshim, është vendime gjykatash, hetime, procese të rëndësishme që lidhen me korrupsionin edhe me krimin e organizuar, kështu që ne përmendim këtu banorët e Rriollit që i kemi ndjekur, vendimet e gjykatës kushtetuese për çështjen e zëvendës ministres, zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe po ashtu
procesin e kryeministit Edi Rama për të ndërhyrë në drejtësi, betejë organizuar në gjykatën kushtetuese nga organizatat e shoqërisë civile kundër vendimit po themi të qeverisë për mbylljen e TikTokut, dhe po ashtu vendimi i prokurorisë së Durrësit për po themi lëshimin e 33 urdhër arresteve për mbetjet por që ishte me nisura nga porti i Durrësit rreth 2 vite më parë dhe të kthyer më pas nga Tajlanda. Thënë kjo, nga të gjitha këto, fjala po themi e muajit është përzgjedhur drejtësia. Po, qëndron shumë. Lidhen me nevojën për drejtësi, me mungesën e një drejtësie, po ashtu dhe me luftën e përditshme të gjithë qytetarëve shqiptar për të pasur drejtësi. Nëse do të shkojmë në fjalorin shqip sërish, drejtësia është të qenit i drejtë, cilësia e atij që është i drejtë, vërtetësi, drejtësia e organeve ligjzbatuese ka drejtësi, gjykon me drejtësi. Arsyeja apo shkaku që përliq një veprim, diçka që quhet a mendohet se është e drejtë dhe e lejueshme. Me drejtësi, drejtësia është me ne, kërkon drejtësi, e ka me drejtësi, drejtësia fiton. Ndershmëri, çiltërsi, sinqeritet, vërtetësi dhe e drejtë. Fjalët sinonime të saj. Në erdhi dhe postiri, do të ardhë një kërkesë për informacion, do të shkojmë për ta marrim. Ndërkohë që ne kemi marrë online përgjigjet. Me kërkesën për të na ndjekur vazhdimisht, por edhe për të na komentuar, ju përshëndesim dhe shihemi sërish në serinë e radhës në podcastin Zëra. Në muajin mars. Paqem.